ata duhen ta shuajnë fenë Allahut me gjuhët e tyre. Dikush me kalemin e tij, dikush me rrjetet e tij sociale, dikush me mediat e tij, dikush. Leni njerëzit. Leni njerëzit në botën e tyre dhe në çoroditjen e tyre. Leni. Por jeni të merremi me veten tonë, me familjen tonë, me organizimet tona. Unë shoh se shumë prej vëllezërve humbin kohë, sidomos në rrjetet sociale, duke u përballë me fantazma të së sotmes. Ky tha, ky shkroi, ka bën një roman, ky ka bën një kështu, ka bën një ashtu, edhe. Ne nuk ka mundësi dhe nuk duhet dhe nuk duhet me leju vetes me u kthy në promovues të antivlerave apo të diçkaje që ne nuk na përket dhe nuk jemi të saj, dhe nuk e duam atë. Ne do të bëhemi promovues të vlerave tona, të mirësive me të cilat Allah Azza wa Jall na ka begatuar. Dhe energjitë që Zoti na i ka dhënë me i vendosur në shërbim të asaj për cilën Allah Azza wa Jall është razi. Po shohim në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Më thoni, sa është marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam me sa prej atyre që angazhoheshin ditë natë kundër tij. Një ajet kuranor, inna ne të kemi mbrojt edhe kemi heq barrat e atyre që tallen me ty. Inna kafeinaka al-mustahzi'in, u mbyll me seleja. Allah subhanahu wa ta'ala na thotë edhe neve sot, esni përpara dhe këto merrem unë me ato. Ju shikoni bashkësinë tuaj, vlerat tuaja, as çfarë promovoni çdo ditë dhe bani në mënyrën më të mirë të mundshme.